Përshëndetje, jam Igli Faslia, jam 20 vjeç, vim nga Shkodra. Aktualisht studioj në vitin e tretë për fizioterapi në Shkodër. Lidhet e mia me muzikën nuk është se këngën fort të forta, por kam vendosur të marr në vojë sepse mendoj se është koha që duhet me gjyku njerëz që janë profesionistë, a dinë mu marr me këtë punë. Nëse gjithçka do të shkojë mirë, atëherë kam menduar që më kushtu muzikës. Me Igli tash në kushtojnë The Voice, ju ishin mbështetës apo ishte? Unë si shak I mirë, ju tha shik më Igli. Me ideja është se ne kena shku shpesh me kënu karaoke dhe Igli ko kënu gjithmonë. Okej. Shiko, ne me këngëtarët e karaoke në kemi fakt sepse këngëtarët e karaoke në një herë dalin më të mirë se ata këngëtarë që janë shkuar mirë. Kështu që shumë pak Igli sot në shtypshin të gjitha bukata. Po, a do t'ja dal Igli që dikush të kthehet për të? Emocionet janë të forta, por mendoj se njëri duhet me pas forcën që mi kthy këta emocione, mi kthy në superioritet, mi kthy në forcë më teshme. Pjesa që unë e kam ma me frikë, po themi, frikë jo, po mendoj që është pjesa që në mund të skenë, pasi për mund të kemë performu një karaoke thjesht, si gjo ma shumë se 50 vetë. Jo ma një skenë, një format që e shofin për thuj se kanë shqip një. Simona, you're getting older. Your journey's been etched on your skin. Simona, I guess it's over. My memory plays out to the same old song. I will call you up every Saturday night, and we both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, sing here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Dhe da qëtojnë bashkë. Përshëndetje. Përshëndetje. Interesant si është puna e Voice-it, duke qenë që nuk të shohin, dhe nga mbrapa krijojmë imazh tjetër për këngëtarin. Për shembull, unë përfituroja një djalë më të vogël, një djalë 15 vjeç, 16 vjeç. jo vetëm puna moshës, ma timët në trup, domethënë unë me Sidin kemi qenë ato limitet tona. Edhe Mosha ngjyra vokale duhet kishte I tim më tepër personalitet. dhe ajo më ashtu pak. Mosha ka kondicionuar çik edhe emocioni, mund ta them. Po që duhet diçka më e theksuar, diçka më tutje, si më thënë, për të lanat gjurmën tek ne, që ne të pretendojmë që të bëjmë diçka me këtë vokal. Faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit. Qiko, kënga ishte shumë e vështirë. Aq më tepër për një fillestar, apo për një njerëz që po të për herë të parë skenën. Pse zgjodhe një këngë të atilla? Po, me mova se më përshtate më tepër. Edhe thash, nëse zgjidhja e bëjmë pas duket, a dash të zgjuaj fije më shumë.